Javën që kaloi kemi fillu të flasim për Ademin a.s. Qysh prej atyne momenteve të para kur Allahu te baraka wa taala porositi dhe urdhëroi meleket, engjujt me të bu dhe për i gjitha llojeve të tokës, dhe meleqet i dhan formën edhe konstruktin Ademit a.s. E Ademi a.s. sikur na tregon pejgamberi a.s. në hadithin e Imam Muslimit, qëndroi një kohë në xhennet, trup i zbrazët pa shpirt. Meleqet vetëm ishin të informuar se Allahu do të krijon një krijesë të re. Edhe Iblisi i mallkuar e kuptoi dhe u informua. Ishte shumë kurështar shejtani ta din çfarë lloji i krijesës po krijohet. Dhe kurështja e tij e bëri që ai të sillet një kohë të gjatë Ademit. Tham Ademi ishte ala i pa shpirt, ishte vetëm domethënë si lloj skulpture. I sillej vërdall duke e analizu e duke mendu çfarë lloji i krijesës do të jetë kjo krijesa e radhës. Dhe në një moment shejtani e kuptoi natyrën edhe një specifik prej specifikave të kësaj krijese të Ademit. Kur e pas është krijesë e zbrazët, e kuptoi në mes të tjerash se është një krijesë e cila ka lakmin. Dhe shejtani tha, unë do të shfrytëzoj rastin dhe do të depërtoj të kjo krijesë nëpërmjet kësaj derës së lakmisë. Dhe ashtu pejgamberi a.s. na tregoi. Dhe pikrisht ishte dera e lakmisë dhe e kujtjes që shejtani depërtoi tek Ademi nëpërmjet kësaj dere, në mënyrë figurative po themi. Dhe e lajthiti dhe e mashtroi. Ai ju afrua Ademit dhe i tha, unë jam këshilluesit, jam i sinqert. Ma djedhu betu dhe u betu rejshem. Për herë të parë është betu në Allahun rejshem Iblisi. I tha, pse nuk i afroni kësaj peme? Allahu dhul Gjelal i kishte jap leje Ademit dhe Havës. Çdo gjë në xhennet ishte në disponimin e tyre, përpas një peme, ku Allahu ju tha, mos ju afroni asaj peme, edhe mos u shërbeni prej frutave të asaj peme. Shejtani i mallkuar wa qasamahuma, erdhi pranë tyre, pranë Ademit dhe Havës, u betua në Zotin rrejshëm. Tha, inni lakum nasihun amin. Unë jam një këshillues i sinqert juaj. Nëse i afroni kësaj peme, edhe hani prej kësaj peme, keni me u bo me leq, edhe keni me fitu për jetësin. Dhe kemi fol një javën që kaloj, kemi përmend derisa vinte momenti kur Ademi dhe Hava a.s. i afron kësaj peme, jo vetëm që i afron, mirë po i marrin edhe frutat e kësaj peme dhe i shijojnë. Dhe në momentin e parë kur i shijojnë dhe i provojnë ato fruta, e kuptojnë kurthën e shejtanit, ju bie ndërmend se e kanë shkel urdhrin e Allahut. Dhe çka ndodh në këto momente? Në këto momente fillojnë të zhveshen prej atyre robave dhe prej atij petku të xhennetit. Dhe për herë të parë e shohin njëri tjetrin, Ademi dhe Hava, lakuriq. Edhe kur ju ndodh ky moment, aq shumë trishtohen, aq shumë ndihen keq, fillojnë me ik njëri prej tjetrit, e fillojnë me vrapu rreth atyre pemëve të xhennetit, edhe shkojnë edhe i gjejnë ato pemë
që i kanë gjethet më të mëdha dhe i këpusin ato gjethe për me imbulu pjesë intime nga trupi i tyre, Ademi dhe Hava. Dhe e kuptojnë gabimin dhe e kuptojnë mëkatin në të cilin kanë ra. Dhe tani jenë ai momenti kur Allahu te baraka wa taala i zbret nga xheneti në tokë. Dhe kjo është ajo zbritja e hidhur që ka përjetu Ademi dhe Hava alayhimassalam. Në momentin kur janë zhvesh prej petkave të xhenetit, në momentin kur e kanë shiju atë pemë dhe frutat e asaj peme, e kanë kuptu se ata janë toksor e nuk janë të xhenetit. Se Allah i ka kriju Ademin dhe Havën për me jetu në tokë, respektivisht për me zbrit në tokë. E kuptun se nuk është përkatësia e tyre xheneti, por përkatësia e tyre është toka. Se Allahu i krijoi me përmasa që ata t'jenë të bit e tokës dhe të kthehen apo të zbresin në tokë. Është interesante dhe njerë t'i kthehemi ajetit 22 në surën Araf, e kemi përmend javën që kaloi, alam anhakuma an tilkuma ash-shajara. Allahu ju tha Ademit dhe Havës, a nuk ju ndalova në juve që ju t'i afroheni asaj peme? Wa aqul lakuma, dhe a nuk ju kom paralajmëru? Inna ash-shaytana lakuma, se shejtani për ju të dyve është një armik i hapur, është një armik i qartë, nuk ka dilema. Qala rabbana, në momentin kur e kanë shkel urdhën e Allahut, në momentin kur e kanë kuptu se e kanë tejkalu urdhën e Allahut, Ademi dhe Hava nuk kanë tregu kryenetësi, nuk janë tregu mendjemëdhej, nuk e kanë shpreh arrogancën dhe rebelimin ndaj Allahut. Qala rabbana, ata dytë, Ademi dhe Hava, thojnë, o Zoti jon, dhalamna anfusana, po ne jemi ata të cilët te i kalum urdhrin tënd, dhe ne jemi ata të cilët i bëm pa drejtësi vetes tonë. Wa in lam taghfir lana, e nëse ti nuk na fal, wa tarhamna, dhe nuk na mëshiron, lanakunanna min al-khasirin, atëra ne jemi shkatru. Humbem, u shkatrum. Me njëre e kanë pranu gabimin, mëkatin, edhe kanë kërku pendimin e faljen tek Allahu te baraka wa taala. Kështu na tregon ajeti 23 i surës Araf. Në surën Taha ajeti 121, Allahu thot, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ademi e kundështoi urdhën e Zotit të vet. Prandaj edhe u lajthit. Dëgjoni këtë rregull, është një rregull shumë e rëndësishme. Besoj që e keni dëgjuar shumë herë. Kur lexoni Kur'anin gjuhën tonë, ndodh ndonjëherë mos me i kuptu ajetet përkatëse nga surja përkatëse. Rregulli i parë thotë kështu: nëse ke marrë Kur'anin e ke hap Kur'anin gjuhën shqipe, edhe je duke lexuar një sure, je duke lexuar disa ajete, s'po i kupton. Ulemaja na mësojnë këtë rregull. Ktheu disa ajete më herët, apo vazhdoj edhe disa ajete më vonë për me e kuptu kontekstin, lidhjen kuptimore, tematikën për çka flet Allahu. Mirë, po ndonjëherë prap ajeti nuk është i qartë. Nevojitet me shku për të njëjtën tematik në ndonjë sure tjetër, sikur tash na i bashkum për të njëjtën tematik ajetet e surës Araf edhe ajetet e surës Taha që flasin për këtë tematik. Për momentet kur shejtani e lajthiti dhe e devijoi Ademin dhe Havën, e ata e tejkalun urdhrin e Allahut, u ushqyn nga ajo pemë ndaluar dhe e morën dënimin e Allahut dhe Allahu i zbriti në tokë. Ademi dhe Hava kur kanë zbrit në tokë, kanë zbrit me një valigje në kuptimin figurativ. Dhe kjo është valigjja më e rëndësishme në jetën e Ademit dhe të Havës, e cila valigje i ka shpëtuar ata për hidhrimin e Allahut për dallim prej shejtanit. Ajo valigje ka qenë për plot e mbushur me pendim dhe keqardhje.
Kjo valigje neve do të na shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër, nëse ne në shpirtat ton e kemi këtë valigje. Ademi dhe Hava kanë zbrit në tokë me valigje në tyre, të mbushur për plot me pendim dhe keqardhje, të penduar tek Allahu dhul xhelal. Dhe kjo është ajo valigja e cila e shpëtoi Ademin dhe Havën. Dhe kjo është valigja jon e cila nuk duhet të mungon në shtëpitë tona, e cila nuk duhet të mungon në jetën tonë, e cila nuk duhet të mungon në zemrat dhe shpirtat tonë. Valigja e cila e ka emrin valigja e pendimit dhe keqardhjes tek Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Mirë, tani po kalojmë tek një moment shumë interesant. Edhe këtë takim sonte e kemi titullu Dita e parë e Ademit a.s. në tokë. A mundeni vëllezër me imagjinu cilat kanë qenë ndjenjat e para të Ademit edhe të Havës kur kanë zbrit në momentin e parë në tokë dhe kur ka qenë dita e parë e tyre në tokë? Shiqoni, sa ka qenë Ademi dhe Hava në xhennet, ata kanë jetuar në xhennet konform ligjeve dhe rregullave të xhennetit. Cilat janë ligjet dhe rregullat e xhennetit, ju i dini? Në xhennet nuk ka gjumë, në xhennet nuk ka natë, në xhennet nuk ka ditë, në xhennet nuk ka vapë, në xhennet nuk ka ftoftë, në xhennet nuk ka lodhje, në xhennet nuk ka uri, në xhennet nuk ka etje, në xhennet nuk ka djerës, e kështu me radhë. Mirë, po në momentin dhe në ditën e parë kur Allah e ka zbrit Ademin dhe Havën në tokë, tash Ademi dhe Hava nuk jetojnë mo konform rregullave dhe standardeve të xhennetit, mirë po jetojnë konform ligjeve të tokës. Dhe është interesant, subhanallah. Po para se me ardhë tek disa momentet para të përjetimit që i ka përjetuar Ademi dhe Hava, është më rëndësi më ndalë edhe tek një fragment. Tek një fragment. Dëgjoni, ditët e krijimi i Ademit dhe Havës, në javën e kaluar kemi kaluar për shumë fragmente. Fragment mas fragmenti. Edhe tash. Mirë po, më lejoni të ndalem të një fragment shumë interesant. Para se me zbrit Ademi dhe Hava në tokë, Allahu Tabaraka wa Ta'ala u azbulon me leqve engjujve një pjesë shumë interesante të kësaj krijese që Allahu po don me kriju Ademin dhe Havën. Ademin këtë rast dhe pasardhësit e tij. Kapacitetet e kësaj krijese. Çka kemi thonë? Allahu ja ka mësua Ademit emrat e gjitha sendeve për cilat ne kemi nevojë në këtë botë. U allama Adem al-asma'a kullaha, kur Allahu ja mësoi Ademit emrat e sendeve në botë. Çka është uji? Për çka përdoret uji? Cila është rëndësia e ujit? Për çka funksionon uji? Çka është zjarri? Kështu krejt me radhë. Dhe kur e pan me leqet kapacitetin e njeriut, potencialet e tij, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Njëherë me leqet thanë, ja Rabbi, a don me kriju ti krijesa që munden me provoku gjakderdhje, e trazira, e fesadën tokë? Mirë, po kur i kuptun me laqet kapacitetin e Ademit dhe të pasardhësve të tij, qalu subhanak, than, o Zot, i pat meta dhe i pastër dhe i lartë je ti, la ilme lana, dija jonë është shumë e vogël me ato çka ti din. Ti çka cakton? Innaka antal alimul hakim, ti je i gjithdijshmi, ti je i urti ja Rabbul alamin. Dhe më lejoni tani të kalojmë tek një fragment tjetër, tek një pjesë tjetër, tek ato ndjenjat dhe përjetimet e para të Ademit a.s. dhe të Havvas, kur Allahu i zbriti në tokë dhe kur, po themi kushtimisht, dita e parë e Ademit a.s. në tokë. Allahu Akbar. Në ditën e parë Ademi a.s. me Havën e kanë përjetu për herë të parë në jetën e tyre djersitjen. Kur i kanë shiju rrezet e para të diellit.
kur e kanë përjetu për herë të parë orët e para të ditës. Dhe mas disa orëve i ka kap etja. Për herë të parë e ka shiju Ademi dhe Hava etjen. Mu e qëtu. Mbas sa kohë, për herë të parë i ka kaplu uria. Dhe kur ka kalu dita, për herë të parë e kanë përjetu natën, perëndimin e diellit edhe natën. Është një moment interesant që e ka përjetu Ademi dhe Hava në ditën e parë në tokë, në raport me shejtanin. Në xhennet, ata shejtanin e kanë pa, edhe kanë bisedu. Madje ai o paraqit si një njeri dashamiri tyre, u adon të mirën, i ka këshillu derisa i ka mashtru, ma shku të pema e ndaluar. Në dunja e ka pa Ademi edhe Hava shejtanin mo? Prej njërive të përgjithshme jo. Çka ju mërmendja, e ka pa, s'ka? Ja, në dunja shejtani është të fsheh. Se neve nuk mundemi, në jetën tonë, në dunja, ne nuk mundemi me pa shejtanin. Ne, Allah në mbrojt prej sherrit të ti, mundemi me qenë viktima të cytjeve, djallëzive të ti, po ne nuk mundemi me pa shejtanin. Prandaj në dunja, Ademi Hava nuk e kanë pa më kur shejtanin. O fshe shejtani prej tëre. Dhe e kanë ditë kërcënimin e ti, e kanë ditë zilin dhe smirën e ti, e kanë ditë sherin dhe të keqen e ti, sa ai i ka lajthit e i ka mashtru dhe i ka nxjerr prej xhenetit, në tokë. Në dunja, në ditën e parë në tokë, thonë, Ademi dhe Hava e kanë përjetu lodhjen, etjen, urin, raskapitjen, kanë përjetu për herë të parë natën, dhe për herë të parë edhe e kanë përjetu dhe e kanë shiju gjumin se në xhennet nuk flehet. Dhe më thonë, jeta në xhennet është me parametra tjera, nuk është sikur jeta në dunja. E kanë përjetu lodhjen edhe mulisjen edhe raskapitjen, përdaj ka ardhur dhe deri te nevoja e gjumit. Sikur që e kanë përjetu edhe ditën e re, kur ka lind dita e re në ditën e nesërme, të gjitha këto kanë qenë ato përjetimet e para të Ademit a.s. dhe të Havës në tokë. Tani kalim tek një fragment i radhës. Ademi dhe Hava në tokë janë detyru të ambjetohen dhe t'i përshtaten jetës në tokë, rregullave të tokës dhe ligjeve fizike në tokë. Dhe ashtu ka ndodhur. Prandaj Allahu ja ka mësu Ademit a.s. edhe ligjet e jetës në tokë. Pjesë ku bën ajeti që kemi përmend javën që kaloi dhe tani ajeti surës Bekare, wa allama Adama al-asma'a kullaha. Shikoni çfarë koncepti, tash po kthehemi me këtë terminologjinë e kohës tonë moderne. Kur Allahu thotë dhe Allahu ja mësoi Ademit emrat e sendeve, kjo është një koncept. Ademi e ka pas të qartë konceptin e gjitha emrave, edhe sendeve, edhe ligjeve, edhe rregullave, edhe standardeve të jetës në tokë. Çfarë janë ligjet e jetës në tokë? Jalal e zbriti në tokë dhe ishte Ademi ai i cili filloi konform ligjeve të tokës me ndërtu tokën. Sa Allahu në Kur'an thot, e kemi kriju njeriu në tokë me qëllim që ai ta ndërtoi jetën e tij në tokë. Njeriu Allahu nuk e ka kriju në tokë ai me qenë remujaxhi, me bo remuja, me bo shkatrime, me bo trazira. Po Allah thot e kemi kriju njeriu në tokë. Dhe Allah i ka jap njeriu autorizimin për me qenë më këmbës i Zotit në tokë. Wasta'makum fiha. Allah krijoi njeriu në tokë që ai ta ndërtoi tokën, ta zhvilloi tokën edhe jetën mbi tokë. Dhe kjo qëllimi dhe misioni i njeriu të vërtet. Ky është njeriu i Kur'anit. Ndërsa njeriu jo i Kur'anit është ai i cili bën trazira edhe e prish tokën. Është interesant, më pru një shembull, kam lexuar dje Mahnit. Po dal veç pak për temës, po lidhet me këto. Njeriu i Kur'anit dhe Islamit dhe mësimeve të Muhamedit është me ndërtu tokën. Njeriu i cili ja kthen shpindën mësimeve të Kur'anit, ai bën trazira. E lexoj një statistikë e cila ka të bëjë me shtetin e Suedis.
Shteti i Suedis është shteti që e ka numrin më të vogël të duhanpirësve në botë. Mas pak të njerëz në botë duhan pinë në Suedi. Sidomos 10 vitet e fundit, Suedia aplikon standarde shumë rigoroze që ndalojnë pirjen e duhanit në vende publike. Para mendoni, stacion të autobusave, stacion trenit, në metro, në aeroport, nuk lejohet mu pi doni. Në rrugë, në kors, në qendër, nuk lejohet mu pi, në park nuk lejohet mu pi doni. Allah. Shumë interesant. Shumë interesant. Dhe unë thash, pastaj shteti i Suedis e kishte gjetë një farë lloj alternative, ishte një farë lloj duhani, po thojmë duhani kështu në thojza, harova si po thirke, nikotin me ngjit këtu në qells. Me ngjit edhe me çato po mashtreshin. Nuk o kjo tema, a din çka unë subhanallahu u mahnita, u habita. Ja nisa me mendu për musliman të ummetin e Muhammedit alayhis salam. Ku Allahu na tregon që ne nuk duhet të konsumojmë asgjë e cila na shkatërron shëndetin, asgjë e cila na dëmton ekonominë, asgjë e cila dëmton ambientin, asgjë. Qëra ata nuk janë musliman, mirë po, një shtet i cili në emër të një sistemi me mbrojt ambientin, me mbrojt shëndetin një njeriut, me mbrojt jetën, me mbrojt që 10 vite aplikon standarde edhe ligje rigoroze. Kush do të më konë maj kujdesshëm për gjitha këto ligje? A muslimoni? A jo muslimoni? Muslimoni. Mirë po muslimont e pinë duhonin më të madhe. Jo ka një paqet, jo ka 2, po ka 3, ka 4. Për fat keq. Dhe këtu merr ky shembull me tregu se Allahu te baraka wa taala, unë besoj që këtu nuk ka për ju në xhami që pindi kush do, Zoti na ruaj ju shos. Alhamdulillah, ju jeni besimtar të një mend, apo haram e shkatron vetin, e mbyt veten, e vret veten, me parët e tua e vret veten. Allah na ruaj. Prandaj ky është njeriu i Kur'anit që na mëson Kur'ani. Mirë, po shkojmë edhe një hap pak matutje. Ademi dhe Hava kur zbritën në tokë, i kuptun ligjet e tokës, fillun me ndërtu jetën në tokë, e kuptun edhe një element i cili ka të bëjë me përgjithsinë, momentin pikërisht kur Allahu te baraka wa taala u fali atyre fëmijë. Dhe në momentin kur Allahu ju fali fëmijë, e kuptun përgjithsinë si prind, përgjithsinë mbi botën, përgjithsinë mbi shoqërinë. Dhe vjen një moment, një sfidë për Ademin kur kërkohet prej tij me vendos drejtësinë mes 2 djemve të tij, Kabilit dhe Habilit, që kishin një mosmarrveshje. Kishin një mosmarrveshje rreth dunjas. Nuk është rëndësi çfarë ka qenë ajo mosmarrveshje, po Kur'ani na përmend konfliktin e tyre. Dhe në një moment Kabili, vllau i Habilit, i thot la aqtulannaka. Unë kom të vrau ty, vllau ti thot. Vllau pe unë pe i baba. 27 Maide. Atëherë vllau i tij ja kthen la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, i thot Habili. Vllau Kabilit, nëse ti e zgjat dorën edhe don më vramu, ma ana bi basiti yadi ilayk. Unë Zoti na rujt me çu dorë mbi ty. Li aqtulak me të vra. Inni akhafu Allaha Rabbul alamin. Unë tutna Allahut Zotit botrave. E këtësaj, para kësaj, mosmarrveshjen edhe konfliktin që kishin rreth dunjas, se dunjaja njerëzit i shkatron, dunjaja njerëzit i hasmon, dunjaja njerëzit i ndan, kujtja, lakmia, harami, bla bla bla. Ademi kur e kuptoi se 2 vllazit e kanë një mosmarrveshje, e kanë një konflikt, tha le ta ofron secili prej juve nga një kurban, e kuj Allahu ja pranon kurbanin, e drejta është me të. Edhe këtë ngjarje na tregon Allahu në Kur'an. Kjo në surën Maide. Secili ofron diçka kurban çfarë kishte. Jo kurbanin në kuptimin që ne e kuptojmë me prej kurban. Po kurban në gjuhën shqipe do të thotë kur ti
diçka çka ti posedon prej pasurisë don me jep për hatër të Allahut e nëpërmjet asaj vepre provon mu afru te Allahu. Kurban do të thotë mu afru te Allahu. Ne nëpërmjet gjakut që e therrim, e derdhim, provojmë mu afru te Allahu. Po therja e kurbanit daton prej kuj? Prej Ibrahimit alayhisalam. Mirë po, njerëzit edhe pejgamberët e Allahut nuk kanë prej kurban para Ibrahimit, po kanë ofru kurban për Allahun në forma të ndryshme sikur Kabili dhe Habili. Kuptojeni si koncept. Dhe kur këta dy të ofrojnë secili prej tyre çka ka, dhe prap kjo nuk është shumë rëndësi në tefsire flitet, nuk është ideja. Allahu thot njërit prej tyre Allahu ja pranoi kurbanin Habilit, e Kabilit atit të madhit nuk ja pranoi. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin, përfundon ajeti, Allahu i pranon kurbanat, në këtë rastin ton, në historien ton, në rastin e përgjithshëm, veprat e njerëzve të devotshëm. Habili ishte më i sinqert, Kabili ishte më dilingji rreth problemit që kishin. Dhe kur Allahu ja pranoi sakrificën Habilit, e Kabilit nuk ja pranoi, Kabili u çmend. E kapi smira, hasedi, zilia, urejtja, hasmeria, tha kom e vra vllaun. Dhe një ditë kur ishin larg prej syve të familjes, ky i shkoi pas duke e vëzhgu dhe e goditi, dhe ati i shpërthej gjakderdhja, dhe për herë të parë e pa si i del shpirti prej trupit i njeriut. Për herë të parë në tokë ndodhi vdekja e parë, por për fat të keq ndodhi vdekje si rjedhoj e vrasjes, në këtë rast vllavrasjes. U çmend Kabili. U çmend, po tash ishte vonë. Ishte larg prej syve të babës e të nanës e të familjes, s'di ke qa me bo me gjenazën e vllaut vet, e merke në shpind, ka shkoj ke me vetë. I çmendur, e kishte ka panika, i penduar. Mirë po, bëri krimin e parë në sipërfaqen e tokës. E vrau vllaun e vet. I mërzitur, komplet i hutuar, nuk e ka idenë çka ka ndodh edhe çka do të ndodh me to. Në ato momente Allahu te baraka wa taala ja dërgon një frymëzim. Dy krijesa, dy sorra, po rrehen mes vete, edhe e vret sorra sorën. Dhe pasi e mbyt sorra sorën të rra, sora e cila ka shpëtu shkon me kthetrat e saj, e çapurrit tokën, edhe e bën një grop, edhe e gjun sorën, edhe e mbulon me dhe. E kupton Kabili se kështu duhet me vepru me vllaun e ti. Këtë ngjarje e keni në surën Maide. Këthoni ajetin surën Maide 25, 26, 27. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Tërëtëni Maide. Allahu dërgoj sorën e cila u bo frymëzim, e mësoj si me vepruaj me trupin e pa jetë, me gjenazën e vllaut të tij, dhe ashtu veproi. Edhe çka përfundon kur e sheh Kabili sorën, edhe e kupton se kështu duhet me vepru, ja wailata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab. Thot kuku për mu, mjerë për mu, a derin këtë mjerim, a derin këtë gjendje erdha që mua të më jep shembull, tjetë për mu shembull sora, fa uari sawat akhi, e të varosi trupin e të pajet vllautim, fa asbaha min an-nadimin. Kurani tregon, thot ai ishte shumë i penduar, i vinte shumë keq. Mirë po, ja lakmia, zilia, hasedi, hasmeria, shejtani, ku e pruni, ku me përfundu Kabili dhe Habili. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, çdo vrasje që ndodh në botë bigajri hak, një pjesë e dënimit edhe mallkimit i regjistrohet në shpirt Kabilit, sa ajo është i pari i cili
e ka vrarë vllaun e tij bigajri hak waliyadhu billah. Prandaj është një prej mëkateve më të mëdha vllavrasja, Allahu na rujt, edhe Kabilit i adresohet kjo faktur për shkak se i pari është i cili e ka nis këtë punë edhe këtë udhë të ligë, Allahu na rujt. Këtu kemi ardhur dhe këtu do ta përfundojmë storjen sa i përket Ademit, Havës në xhennet, krijimit të tyre, jetës në xhennet, ushqimit nga pemë e ndaluar, zbritja në tokë, etapat, dita e parë e Ademit në tokë dhe kështu me radhë. Dhe ju kemi thonë prej ditës prej takimit parë, nuk është ideja në mundal në kronologjinë e historisë islame dhe të pejgamberëve, po është ideja tek disa fragmente, tek disa momentume, tek disa storje interesante që Kur'ani na i zbardh, dhe në javën tjetër do të fillojmë me një etapë shumë interesante, etapa dhe momentet e para në historinë e njerëzimit në fytyrën e tokës, kur shfaqet idhujtaria dhe përhapet për herë të parë shirku. Waliyadhu billah, 10 shekuj nuk ka pas shirk edhe idhujtari prej pasardhësve të Ademit edhe Havvas alayhimus salam edhe pasardhësve të tyre. Mas 10 shekujve, sikur tregon Abdullah ibn Abbasi, për herë të parë shfaqet idhujtaria. Dhe shejtani 10 shekuj s'ka mujt me i qunë lejthitje për me lëshu rrugën e Allahut, një shmerin ndaj Allahut, tauhidin. 10 shekuj ka bol luft dhe nuk është ndalë, qysh me e gjetë metodën edhe rrugën me i largu prej adhurimit Allahut një, e me shpërfaq idhujtarin edhe shirkun. Është shumë interesante qysh e ka gjetë metodën edhe shtegun për me i qu në shirk dhe në idhujtari pasardhësit e Ademit. Dhe kjo është tani momenti kur Allahu Dhul Gjelal bën që të lind dhe të del ai djali i ri i cili ka pas emrin. Kush është ai djali i ri i cili i pari e ka luftu shirkun, Allahu e ka qu me i thirr njerëzit me besimin e drejtë. Jo, i kalove shumë burra, shumë ka Nuhi është djali i ri i cili nuk pajtoj 1000 pa 50 vite e ka thirr popullin në besimin në Allahun një. Dhe shumë interesant me e pa epoka e përhapjes për herë të parë të idhujtarisë. Allahu na ruajt. Allahu din më së miri, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wallahu ta'ala alam.